Nisim programin e drekës me të ftuarin e parë për ditën e sotme, është zoti Vangel Dule, kreu i PBD-njës me mua në studio. Kënaqësi t'ju kem këtu, zoti Dule. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Doja ta nisja bisedën me ju duke folur për atë që u trumbetua si arritja e një marrëveshje paraprake, le të themi, ndonse do diskutohen tek detajet, le të themi, e kësaj marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe partive të tjera opozitare, përfshirë këtu edhe aleatët, pra me ndërmjetësimin e grupit politik për dialog, për ndryshimet në kodin zgjedhor. Flitet për proporcional kombëtar, flitet për listat hapura, flitet për një prag 4%, flitet për koalicione parazgjedhore. Ju jeni dakord? Është një debat i cili nuk është ndërprer asnjëherë në radhët e opozitës. Përse? Sepse për opozitën, para se të shkojmë në ballafaqimin zgjedhor, përcaktimi i rregullave të lojës është i rëndësisë parësore. Përse e theksoj? Kemi pasur një traditë që në një kohë që në shumë çështje të tjera të agjendës politike nuk ka pasur përputhje mendimesh midis mazhorancës dhe opozitës. Ishte një rregull i pashkruar që për kodin zgjedhor duhej miratim 2 palësh. Si në çdo lëm tjetër, edhe këtu u thye në mënyrë të njëanshme nga mazhoranca socialiste dhe nga vetë kryeministri Rama. E mbani mend, përpara zgjedhjeve të vitit 2021, u anashkalua marrëveshja e qershorit midis palëve dhe pati miratim të njëanshëm të reformës zgjedhore. Për opozitën, 2 gjëra janë të rëndësisë primare. Është forma e koalicione. Çfarë ka ndodhur? Na detyrojnë me rregullimet e njëanshme e përsërisë të zotit Rama. Ura dakord nga të 2 partitë e mëdha në fakt që të kishte ato ndryshime. Jo. Flasim jo për ndryshimet e fundit, për ndryshimet e parafundit. Dhe në mos gaboj ishin të vitit 2020. Para zgjedhjeve të vitit 2021, po, e tha drejt, po. Forma e koalicioneve nuk u jep mundësin forcave politike përbërëse të një koalicioni që të kandidojnë me një listë të plot kandidaturash në të gjithë Republikë. Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriu, në një kohë që kishte kandiduar, e them këtë si shembull, me 140 plus, siç e lejonte ligji, 10 a 15% më tepër kandidat në të gjithë Republikën. Në zgjedhjet e fundit dhe të parafundit kandidon me 3-4 kandidatura në të gjithë Republikën. Kjo shkakton atrofizim strukturor të partisë sonë, po edhe të forcave të tjera politike. Pse ka ndodhur kjo? Sepse Edi Rama nuk bën koalicione para zgjedhore. Dhe përjedhoj përpiqet që të minimizoj sinergjinë që prodhohet nga koalicionet klasike. Ne dëshirojmë në radhë të parë të jetë koalicion klasik, ku edhe çdo forcë politike nga ana tjetër do të matet me peshën e vetë reale dhe jo me hijen e mëngjesit. Pra, ky është një kusht i cili duhet plotësuar nëse duam zgjedhje të lira, të ndershme dhe të barabarta. Kalojmë te sistemi. Sistemi është gjithmonë çështje e vullnetit të një shumice të cilësuar parlamentare. Mirë do të jetë që të arrijmë një mirëkuptim edhe në këtë drejtim. Kemi provuar disa sisteme. Ju për kë jeni? Unë do dëshiroja të theksoja se ne kemi nevojë për një sistem analogjik, sepse sistemi aktual që kemi, që është sistem rajonal, i dëmton jo vetëm forcat politike, po cënon, dhe kjo është më e rëndësishme, barazim e votës. Për shembull, në qarkun e Gjirokastrës, një forcë politike mund të marrë 20% të votave dhe të mos përkthehet në një mandat në këtë qark. E kuptoni pra, 20% të votave janë të zhvlerësuara thjesht dhe vetëm për shkak të sistemit. Të një rregullim të padrejtë të sistemit. Pra, ne duam një sistem proporcional. Vim kombëtar. Ose rajonal me korrektim kombëtar. Me qëllim që asnjë vot të mos shkojë dëm. Nga ana tjetër, ne
nuk kemi luksin që të përjashtojmë. Pragu që dëgjohet 4% është një nonsens. Nga se kemi vuajtu? Nga mos përfshirja. Shqipëria, jeta e saj politike, ka vuajtur nga deficiti demokratik dhe përfaqësues. Tani të vim ne si opozit dhe të vëm kondicionime që duhet një prag prej 4% për koalicionet, e kuptoj që mund të jetë 4%. Por, për forca politike të veçanta që kandidojnë në vete, duhet të jetë pragu natyral. 4% që do të zhdukte një parti? Do zhdukte shumë parti, jo një parti. Dhe ne nuk e kemi e përsëris këtë luks. Ne kemi vuajtur nga e kundërta. Nga mos përfaqësimi, jo nga përfaqësimi. Dhe le të lëvizim pak nga kuadri i ngusht i zgjedhjeve, koncepti. Si mund të shkosh me konceptin e përjashtimit drejt për së drejti, që unë vë një prag 4%. Në një kohë që çdo alternativë, që është në masën 3%, duhet të jetë a priori e përjashtuar, në një kohë që mund të plotësoj kushtet për të marrë 1 apo 2 mandate? Pra, kjo për të bën për vlerësimin ton një nonsens. Sa duhet jetë pragu në gjykimin tuaj? I pranueshëm, le të themi, nga të gjitha palët? Në qoftë se proporcionalet kombëtare, duke marrë për shembull një rast klasik, siç është ai i Hollandës, është 1%. E kuptoj. Tani, të vim edhe tek çështja që na intereson më drejt për së drejti. Ne si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Në Republikën e Shqipërisë njihen zyrtarisht 9 minoritete kombëtare. Po. Si do garantohet përfaqësimi i këtyre minoriteteve? Me një prag 4%, nëse është një parti që përfaqëson një minoritet me bazë etnike, do t'i vësh një prag 4%, është e papranueshme. Duhet t'i krijosh mundësit, siç ekzistojnë në shumë vende, që të arrijnë përfaqësimin e tyre. Ose ka një zgjidhje tjetër, që garanton vende paraprakisht për pjesëtarët e minoriteteve etnike, siç e ka Hungaria, siç e ka Rumania. Serbia ka rastin tjetër, që në një kohë që ka një prag X për forcat e tjera politike, për forcat politike që përfaqësojnë minoritetet etnike, pra për partit mbi bazë etnike, ka pragun natyral. Aq sa duhet në nivel kombëtar, pas një lloj pragu për të marrë 1, 2 apo 3 mandate. Pra, nuk është e thjesht me një të rënd të lapsit që vë një prag 4% dhe unë zgjidha çështjet e zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë, por mbi të gjitha. Nuk është çështje sistemi. Është çështje administrimi. Dhe mbi çështjen e sistemit dhe të administrimit është përgatitja e zgjedhjeve. Zgjedhjet tashmë dhidhen me ligj, siç është kodi, që penalizon opozitën për arsye të mos dhënies së mundësisë së koalicioneve klasike dhe me fenomenin tashmë të njohur ndërkombëtarisht të këmbimit të votës me favore, me shuma monetare, me poste apo privilegje. Po këtu ka faj dhe opozita? Po të gjithë jemi fajtor. Natyrisht që opozita ka faj. Natyrisht që qytetari ka faj. Natyrisht që gjithë shoqëria kemi faj. Përse e kemi? Sepse këtë fenomen e kemi toleruar. Këtë fenomen e kemi pranuar. Një pjesë e mire kanë ushtruar. Janë objekt dhe subjekt i këtyre këmbimeve. Përjedhoj, asgjë nuk vjen papritur dhe me një herë. Vjen gradualisht derisa instalohet. Ne ankohemi për zotin Rama dhe autokratsin që ka vendosur në vendin tonë. Edi Rama nuk është i vetëm. Edi Rama nuk e nisi autokrat. Edi Rama e nisi me 1 milion shuplaka. Por, brenda 13 vitesh, u bë një autokrat. E ndihmoi opozita? Përse u bë autokrat? Sepse arriti të ngrejë një sistem ku opozita nuk bëri betejën
me intensitetin e duhur dhe në kohën e duhur, me iden, ose më qartë me iluzionin, se do vi dhe radha jonë për të alternuar në pushtet. Por bëri një gabim shumë të madh, i cili është konceptual. Nënvlerësoi instiktin e mbijetesës së regjimeve totalitare dhe autokratike. Mendon se do të ketë tolerancë, do të ketë qedim, do të ketë mirëkuptim, por autokratët dhe totalitarët, kur vihet në diskutim mbijetesa e tyre, nuk demonstrojnë asnjë tolerancë qoftë në nivelin minimal të saj. Apo kjo e gjitha vjen për shkak të ndonjë marrëveshje underground mes palëve dhe e gjitha kjo që ne shohim është thjesht një shfaqje teatrale? Nuk e besoj dhe nuk do të dëshiroja ta besoja, sepse duke qenë në vijën e parë të ballafaqimit politik, besoj se ka sinqeritet, ka vendosmëri, ka idealizëm paralelisht me pragmatizmin politik. Jo. Shumica dërmuese nuk përjashtoj individ që mund të kenë interesa, mund të ketë komunikime inkognito, ose nën tavolin. Ose përfitime? Edhe përfitime, natyrisht, sepse këto komunikime qëllim përfitime. Por shumica e kolegëve të opozitës janë politikan të vendosur, janë politikan që kanë sakrifikuar dhe vazhdojnë të sakrifikojnë, kanë ndjekur rrugën e vështirë të ballafaqimit me autokracin, në një kohë që rruga e lehtë është gjithmonë në krah dhe shumë më shkurtër si alternativë. Zoti Dule, ju jeni pjesë e tryezave ku diskutohet kjo marrëveshje me të cilën ne nisëm programin sot? E kemi diskutuar natyrisht, para se të arrihet në një konkluzion, diskutohet në radhët e opozitës dhe mendimi është përfaqësues i të gjitha palëve përbërëse të saj. Ka dhe një propozim tjetër që po diskutohet për reduktimin e numrit të deputetëve në Kuvendin e Shqipërisë. PPD-një është dakord? Këto janë populizma. Pse? Janë diskutime për t'ju shmangur thelbit. E kuptoj. Ne nuk kemi demokraci. Ne nuk kemi pluralizëm të dyja këto nocione në aspektin funksional. As demokracia jonë, as pluralizmi nuk janë funksional. Janë thjesht dekorativ. Cili është fakti që na ka penguar? Nëse parlamenti ka 80, 100 apo 140, apo cili është problemi i këtij vendi, ajo që thon disa dhe gëlon në rrjetet sociale, rrogat, shpenzimet, kostoja, këto janë minimale krahasuar me ato abuzime, shpërdorime, keq menaxhime që ndodhin si rezultat i deficitit demokratik dhe pluralist. E kuptoj. Berisha ose opozita në përgjithësi flet për një regjim. Një regjim i cili do kohën e vetë për të shkërmoqur. Pra, kjo mazhorancë do kohën e vetë për të rrëzuar, le të themi. Dhe këto protesta sipas opozitës së bashkuar dal nga dal, që po zhvillohen dal nga dal, do të rriten derisa të arrihet ai qëllimi final, rrëzimi ose rotacioni ose qeveria teknike të paktën, për të patur zgjedhje të lira e të ndershme. Por ajo që vjet re nga publiku e kanë fjalën, po sjell zërin e tyre këtu, është se nga protesta në protest ka një tkurje të popullit që merr pjesë. Tani kjo tkurje vjen sepse njerëzit nuk kanë më besim te kjo opozitë e cila nuk po bashkohet dot me veten, jo më të rrëzoj atë që ajo cilëson regjim, apo çfarë është? Është një situatë komplekse. Në radhë të parë, të jemi të qartë, asnjë opozitë nuk mund të rrëzoj asnjë qeveri nëse nuk funksionojnë rregullat demokratike. Nëse një mazhorancë e çdo vendi, çdo mazhorancë ka vendosur të mos largohet me çdo kusht, me çdo mjet nga pushteti, atëherë atë nuk mund ta largosh sepse i ka të gjitha mundësitë dhe mjetet për të mbajtur pushtetin në mënyrë jo demokratike. Kjo ndodh me ne. Nuk ekziston në botë kuptimin e tyre rotacioni politik dhe na e kanë dëshmuar. Ne kemi jetuar më nga afër se kushdo tjetër si politikan dhe si forca politike në rastin e Himarës, të bashkisë së Himarës. Arritën
në masën ekstreme të burgosjes së kandidatit fitues, të pengimit të betimit të tij, të abrogimit të vendimit për fitoren dhe përshpalljen në mënyrë të paligjshme të zgjedhjeve të parakoshme dhe të emërimit të një mëkëmësi të Ramës në Bashkinë e Himarës. Si çdo herë në zgjedhje, po vrisnim mendjen dhe po hartonim plane se si do mbronim votën me metodat klasike të sensibilizimit të njerëzve, të komunikimit të shkeljeve dhe kështu me radhë. Dhe asnjëherë nuk na shkonte ndërmend se mund të arrestohej 2 ditë para zhvillimit të zgjedhjeve kandidati që rezultoi fitues në ato zgjedhje. Pra, rikthehem te argumenti i parë, mos nënvlerësojmë autokracinë kur u kërcënua pushteti tyre qoftë në një bashki të vogël, por me interesa abuzive të mëdha për Ramën, nuk hezitoi që lojën ta çoj në ekstrem të ekstremeve. Në ato zgjidhje të pakonceptuara që i kishim haruar që në kohën e regjimit të kaluar, që doje të ngrije zë, doje që të artikuloheshe, atëherë kishte një destinacion i cili ishte burgu. Dhe jo një ditë, një javë apo një muaj, plot 16 muaj. Përse? Sepse guxoi të fitoj mbi autokrati. Pra, ne nuk duhet që të nënvlerësojmë Ramën dhe përpjekjen e tij. Shikoni, ka një kontroll kapilar. Unë sa herë shkoj në protest, them lavdi Zotit, ju faleminderit shumë bashkëqytetar që mirni guximin Dhe vini në protest, sepse kontrollon nëse ke vëllain në punë, kontrollon kushuririn nëse një ka kafe fshati, kontrollon krushkun nëse shet fruta perime në një lagje të Tiranës, dhe të nesërmen të vinë tatimorët. Të nesërmen të vjen kontrolli çfarë do lloji që mund të krijoj një situatë fajësie. Shikoni, çfarë ndodhi? Bizneset e të afërmve të zonjës Piropali u bën objekte kontrollesh të një pas njëshme, sikur s'kan qenë aty bizneset dhe nuk mund të kontrolloheshin 3 muaj, 6 muaj, 3 vjet apo 6 vjet përpara, por në momentin që zonja Piropali bëri gjën elementare të një digniteti qytetar dhe politik të artikulohet kundër një veprimi i cili dëmton interesat e vendit, atëherë shikoni se me sa e gërsive pron autokracia. Bëjmë i bezdishëm, mos e harroni. Nuk luan autokracia me fatet e veta. Në asnjë rast. Është e pamëshirshme. Është në nivele ekstreme jo tolerante. Prandaj, protestat kanë një rol thelbësor. Por, duhet çdo qytetar të ndërgjegjësohet se nuk ka fitore pa një kosto, qoftë edhe personale. Do të humbasi kush më shumë e kush më pak diçka në këtë përpjekje për të arritur rrëzimin e Zotit Rama. Nëse doni vlerësimin tim, unë jam optimist. Përse? Ne kemi arritur diçka që para disa kohësh ishte e pa imagjinueshme. Zoti Rama konsiderohej ylli në ngjitje në skenën evropiane. I mbani mend ato samitet, ato rënjet në gjunjë, inteligjencën artificiale që i çonte në moshën e vegjilisë liderët e komunitetit politik evropian, karamele, të cilat pjesë e lobingut. Një realitet të hidhur atë të autokracisë në vendin tonë. Por tashmë situatat kanë ndryshuar. Kush mund ta imagjinonte se kemi raporte të një pas njëshme që flasin për autokraci, që flasin për korrupsion, që flasin për demokraci jo funksionale, që flasin për kondicionime. Shikoni raportin dhe amendimet të djeshëm. Po, raporti fundit flet për korrupsionin dhe imunitetin si shqetësim kryesor në këtë Shqipërinë tonë. Po të bësh një përllogaritje shpejt, i bie që për shkak të gjithë këtyre problematikave kaq të rënda që cënojnë direkt demokracinë e vendit tonë, kjo qeveri do duhet kishte ikur me kohë.
Pse nuk vjen ikja, kjo është çështja, sepse ndoshta përballë nuk është një opozitë që do të ishte e denjë për të Po vjen. Unë jam i sigurt për të ndodhur rotacioni, e kam fjalën, dhe për qëndruar ajo në krye pastaj. Po shpreh siguri se po vjen dhe është më afër se kur. Shikoni. Po bëja ushtrime me veten për të qenë sa më objektiv në vlerësimin e raportit të djeshëm. E lexova së bashku me mendimet konsensuale, pash vlerësime, pash komente, ku konkludova. Ka vlerësime, por peshorja anon nga kondicionimet. Nuk i kemi pasur asnjëherë në atë nivel kondicionimet. Kjo është një arritje. Qa? Nënkuptoj duke thënë se kjo është një arritje. Deri dje përshkruheshin me ngjyra roz çdo gjë që ndodhte në Shqipëri. Ndërsa tani shikoni edhe një ndryshim tjetër thelbësor. Të gjitha vlerësimet janë në nivel vullneti politik. Të gjitha kondicionimet janë në aspekte praktike. Dhe rëzohet shkolla, mendimi i Zotit Rama. Çfarë kishte kujtuar Zoti Rama? I mbani mend ato teori se do të përdorim inteligjencën artificiale për parafrimin e legjislacionit. Në konceptin e tij dhe grupin e ka ngritur pikërisht mbi bazë të këtij koncepti. Ne do ngrim një grup njerëzish, do hartojnë ligjet të cilat do të jenë pik për pik në bazë të akis europiane. Pse kjo është? I mungon Bashkimit Evropian kapaciteti për të bërë 20-30 ligje që t'i përshtaten realitetit shqiptar, frymës së akis europiane dhe të thot miratojnë gjatë 3 mujorit, 6 mujorit të ardhshëm, pse ky është thelbi, është implementimi dhe të gjitha kondicionimet flasin për kualitetin, cilësinë e reformave. Tashmë miti ka rënë. Shqipëria bën reforma, qeveria Rama, për të hedhur hy syve të ndërkombëtarëve. Shikoni çfarë ndodhi me drejtësinë. I haroni dot juve të mediave që jeni të detyruar të përsërisni herë mbas here apo ne që jetojmë në sallën e parlamentit ato tone triumfale të arritjes shekullore, të pakrahasueshme me vendet në rajon, që u bën vetëm në frymëzimin e liderit të madh në fushën e drejtësisë, sa drejtësia ju afrua oborit të vet, kjo drejtësi duhet kondicionuar, kjo drejtësi do kufizuar, fillon trysnia mediatike, psikologjike, arrin deri tek rrethi familjar që janë të punësuar të këtyre prokurorëve dhe gjykatësve në sektorin shtetëror, apo të atyre që kanë interesa biznesi. Dhe konkludon me mbrojtje mirëfilli politike, pastaj. Dhe kjo tashmë nuk është thjesht një thashethem që shkon në veshin e ndërkombëtarëve, por është i mishëruar në raport, presione politike. Nuk mund t'i ushtroj unë presion si një deputet i opozitës. Mund të them ndonjë llaf më tepër në lidhje me drejtësinë, apo qoftë edhe partia e madhe e opozitës që është Partia Demokratike. Presioni konkret ushtrohet nga ai që ka pushtet. Dhe pushtetin nuk e ka as Partia Socialiste se nuk ekziston më. E ka Edi Rama. Dhe tashmë nuk mund të shitet malli propagandistik i frymëzuesit dhe implementuesit të reformës që nuk e kishte parë vendi që prej krijimit të tij në vitin 1912. Pra, kjo është një arritje që nuk dëshiroj medalje për opozitën, por është kontribut i qëmësishëm i opozitës. Ka kolegë deputet që nuk kanë lënë summit për summit, duke kapur kolegët e vendeve të tjera, duke u shpjeguar në anglisht dhe në frëngjisht dhe në shqip dhe në greqisht dhe në italisht atë që po ndodhe realisht. Dhe kjo nuk është se flasin kundër vendit, siç pretendon Rama, shajnë vendin në anglisht, kontribojnë për vendin, sepse vendi nuk do një integrim fiktiv. Vendi do europianizim. Qytetari shqiptar jeton në Europë. Shikoni sa qytetar kanë marrë shtetësinë në Greqi, sa e kanë marrë në Itali. Jetojnë një realitet tjetër dhe nuk mund të bëjnë asnjë skonto nga ajo që jetojnë në ato vende për vendin e tyre. Juve duhet ta përcillni këtë frymë me qëllim që edhe ata, dhe këtu vit tek elementi tjetër, tek qytetari. Qytetari, unë jam dakord me juve, kanë pritshmëri më të mëdha, po opozita nuk është një nocion abstrakt.
opozita përbëhet nga qytetarët. Duhet qetë përtej antarësisë së forcave politike opozitare. Duhet edhe ajo shtresa gri të ngrihet në këmbë, të ngrej kokën, se ka shpresë. Nuk mund t'i nëmbërkëmbë më zoti Rama. Do largoj 1, 2, po do thot dikush, po është fati imi keq të jem unë, ai që do largoj nga puna, do largohen 1, 2, 3, 4, 5, që do ngrën zërin e tyre. Por nuk mund të ketë të 6, të 7, të 8, sepse radha është e Edi Ramës. Cikli është mbyllu. Është thjesht vonesa proceduriale. Dhe kjo është një anë e medaljes, kjo panoram që ju përcjellni. Ana tjetër është kjo opozit. A është ajo e denjë, a është ajo gati, se mund të vijë ky momenti shumë shpejt, me të drejtë siç thoni ju. Pa është gati ajo për të kryer rotacionin dhe për të qenë në krye pastaj, kur ndërkohë është e përçar. Domethënë, përçarjet brenda asaj sa vinë edhe thellohen. Ne do kemi një garë për kryetarin e partisë, po pa garë. Pra do shkohet në një referendum me shumë gjasa, se kandidaturat nuk u pranuan, u gjetën lloj argumentash për të përjashtuar kandidatura. Se ju flisni për autokraci ndërkohë përballë, apo jo? Te kjo qeveri. Po kjo autokracia mos ndoshta është edhe në opozit, mos ndoshta është e njëjta mendësi, e kam fjalën e 2 partive të vjetra politike të vendit tonë. Unë do dëshiroja t'ju sjellja një shembull. Sa vite kanë kaluar pa zgjedhje në Partinë Socialiste për kryetar partije. Nga viti, para zgjedhjeve të vitit 2013. Ka kaluar një 10 vjeçar që nuk ka zgjedhje. Ata s'bëjnë zgjedhje, ndërsa këtu bëjnë zgjedhje me një kandidat. Unë nuk do dëshiroja, siç nuk jam shprehur për Partinë Socialiste, edhe për Partinë Demokratike, si nuk do dëshiroja që të shpreheshin edhe ata, se si funksionon Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. E kuptoj. Janë kriteret e tyre, juve si media keni çdo të drejtë që të ushtroni kritikën tuaj në të njëjtën kohë edhe me vlerësimin. Ajo që është e drejtë, ajo që është e pa drejtë nuk mund të bëhet asnjëherë e drejtë. Por nuk është e ndershme që këtë ta bëjmë forcat politike për njëra tjetrën. Dhe unë insistoj, tham për opozitën, që ka këto kontribute që ju përshkrova, unë t'ju pranoj se ka, nuk është absolute, nuk është perfekte, ka mangësitë e veta dhe duhet të përmirësoj performancën pa dyshim. Kaluam edhe tek qytetari, tani të vim edhe tek mediat. Kërkohet mbështetja juaj. Po ne po sulmohemi. Shikoni? Ne sulmohemi nga të 4 anët. Fajin gjithmonë e ka media për gjërat që nuk shkojnë tek partitë politike. Jo çdo media, se ka media të përkëdhelura në këtë vend dhe juve e dini shumë mirë. E vërteta ka kosto. Dhe duhet edhe mediat të ngrihen në nivelin e duhur dhe të paguajnë koston e tyre për hir të interesit madhor që është demokracia dhe shteti së drejtës në këtë vend. Pra, opozita, qytetari, shoqëria në tërësi, shtresa gri, mediat, shtyllë themelore e sistemit të shtetit të së drejtës, duhet që, jo duke marrë anë, po duke opozicionuar gjithmonë me pikë referimi të vërtetën dhe interesin e së nesërmes. Për vendin dhe shoqërinë, do ta bëjmë edhe më të afërt ditën e rrëzimit të zotit Rama. Unë, zoti Dule, ju pyeta sepse unë e di që ju i njihni mirë të 2 liderët e partive politike. Prandaj ju pyeta nëse ju shikoni ngjashmëri në tiparet e gjithë secilit dhe zhvillimet që dhe ju përmendët si në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike tek shumë kush ngjajnë. Për shembull, në Partinë Socialiste zëri ndryshe kërcënohet me përjashtim, ndërsa në Partinë Demokratike përjashtohet fare. Nuk ka zgjedhje në Partinë Socialiste për aq vitesh sa ju e kujtuat, Partinë Demokratike zhvillohen, por në një formë tjetër pa garë dhe pa kandidat. Pra, politika jon, ku po shkon, ku është politika jon sot dhe përse qytetarët duhet ta besojnë atë? Ne nuk duhet të kemi iluzione se në një situatë politike të zymt mund të bashkë ekzistojnë ekstremet. Ndikohemi nga njëri tjetri në mënyrën e funksionimit dhe të konceptimit. Prandaj, kjo është një sfidë që
ata që realisht besojmë të qëndrojmë vlerave demokratike dhe të luftojmë në mënyrë konsekuente çdo fenomen që i kundërvihet demokracisë. Më lejoni t'ju sjell një shembull konkret. Jemi në periudhën e dëgjesave si komision ad hoc për reformën territoriale në qarqe të ndryshme. U zhvillua dje në Vlorë, qarku i 5 në mos gaboj, i 4. Shikon opozitën të shpreh në rang këshilltarësh, se të pakt janë kryetarët e bashkive që përfaqësojnë opozitën, këshilltar bashkiak, aktivist, ish kryetar komunash apo bashkish, mendimin dhe qëndrimin e tyre, që nuk është i centralizuar. Shprehin realitetin lokal, interesat lokale. Shikon nga ana tjetër. Një tentativ ushtarake për të sjellur njerëz të cilët u janë dhënë fjalime të shkruara. Dhe sa po mbaron takimi, vinë kryetar bashkish të Partisë Socialiste dhe shprehin shqetësimet e tyre, bëni diçka dhe për ne. Se ne jemi të kapur prej fytyrë, nuk mund të shprehemi. Pra, nuk mund të krahasohet pavarësisht problemeve që mund të ketë opozita me atë që ndodh në kampin mazhoritar. Është e paprecedent. Unë i kam jetuar të dyja palët. Edhe kam bashkëpunuar, jo ajo që thonë disa në media që keni përfituar nga pushteti, jo. Jemi partia që kemi qenë më pak të përfshirë në pushtet. Jemi partia që jemi stërvitur në opozit, edhe si parti, edhe personalisht. Ku është partia e të ndjerit dhe të paharuarit Fatos Nano? Nuk ekziston. Shikon figura në përvëndet të ndryshme që udhëton, të izoluara, të shpërfillura dhe fryma e asgjësuar tërësisht. Nuk ekziston më fryma Nano në Partinë Socialiste. Dje në dëgjesën e Vlorës, mirë të pjesë edhe ish ministri i nderuar Arben Male. Do kandidoj se i pavarur, ka deklaruar. Nuk e di. Jo, ka deklaruar publikisht. I cili mori fjalën dhe shprehu 2-3 mendime ku shikoje maturin, eksperiencën, preokupimin. Dhe thua që ka shpresë, një oazë, po këta njerëz janë individ të përçmuar, të luftuar dhe të izoluar nga Rama dhe autokracia e tij. Po krijohet një grup brenda Partisë Socialiste për t'ikur nga ky izolim? Në gjykimin tuaj, duke qenë se i njihni mirë punët e brendshme edhe të... Nuk do dëshiroja. Ajo është përgjegjësia e tyre, nuk mund të them unë asgjë. Mua, ajo që më intereson, është se të jemi të qartë dhe në të gjitha nivelet. Juve, unë, qytetari, në punë si civil, nuk mund të shpresojmë për më mirë në qoftë se nuk i shërbejmë demokracisë që ajo të na shërbej. Mund të organizosh, u bëra i bezdishëm duke e thënë dhe në këto dëgjesa. Mund të ofrosh shërbime perfekte. Mund të kesh ndarje territoriale ideale. Të gjitha janë afat shkurtra dhe ditë shkurtra në qoftë se nuk ke përfaqësim, në qoftë se nuk ke demokraci në funksionim. Ngrihen kryetarët e bashkive të Partisë Socialiste me pompozitet dhe shprehen përpara qytetarëve që janë në masën 95%, përveç atyre që kanë interesa dhe privilegje. Dhe u flasin qytetarëve të tyre, tek të cilët ka një zhgënjim masiv kolektiv për arritjet e tyre. Në një kohë që kur janë përpara Zotit Rama, janë subjekte mjerane, që thot qoti, uluti, dil për jashta, të përjashtova, shkarko nën kryetarët, emëro drejtorët, dhe kanë kurajo publike të ballafaqohen me qytetarët. Në një kohë që janë minusit e institucionit për të cilët populli i ka ngarkuar që t'i shërbejnë, ose vim të kolegët deputet, dhe nuk dua që t'u mbetet qefi se nuk është asgjë personale. Kanë dhënë dorëheqje
nga detyrimi kushtetues. Parlamentari, në qoftë se keni skemën e funksionimit parasysh që sigurisht e keni, që nga momenti i zgjedhjes betohet në kushtetut, ka më vetësin e vetë në shprehjen e mendimit dhe të opinionit, dhe aq më tepër në atë të votës. Këta kolegë të mazhorancës votojnë kundër kushtetutës. Detyra e tyre e parlamentarit në çdo vend është ushtrimi i kontrollit legjislativ krahas miratimit të legjislacionit ndaj qeverisë. Nuk kanë votuar asnjëherë asnjë iniciativë të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore. Nuk pranojnë që të ushtrohet kontroll në veprimtarinë e ekzekutivit. Dakor, zonja Bruko, deputetja e Partisë Socialiste, nuk do ta uroj atë ishte deputete asnjëherë do jem deputete jo me atë parti e Parlamentit të Shqipërisë, kjo është e sigurt. Ndoshta edhe kjo nuk dëshiron që ta ushtroj detyrën dhe detyrimin për të kontrolluar qeverinë. Por ma privon edhe mua. E kuptoj logjikën, po. Dhe ky është skandali i skandaleve. Është kontributi më negativ i mundshëm që një qytetar i përgjegjshëm, i zgjedhur në organin sovran legjislativ të vendit, ti kundërvihet misionit të vetë kushtetues. Si ta thuash më thjesht, më qartë, që të kuptojnë përgjegjësinë e aktit dhe të qëndrimeve të tyre. Nuk mund t'i akuzosh si individ. Ka njerëz të arsimuar, ka njerëz të suksesshëm, por aty nuk jemi për të demonstruar as njohurit dhe as aftësitë në bizneset tona private apo edhe veshjet tona të bukura. Jemi të thirrur që të ushtrojmë kompetencat e parlamentarit. Dhe kompetenca numër 1 është të kontrollojë ekzekutivin, të jap llogari, accountability. Cila qeveri në botë, në vende demokratike, nuk pranon të jap llogari? Dhe cilët janë ata deputet që shkelin këmbë e duar kushtetutën që të mos lejojnë llogaridhënien nga ana e qeverisë? E kuptoj. Zoti Dule, po përgatitet PBD-1 për zgjedhjet vendore? Jemi në hapat e parë. Nuk mund t'ju afshe se kemi një mision shumë të vështirë. Pse? Sepse duhet paralelisht me evidentimin e kandidaturave si për kryetar bashkish, antarësh këshillash bashkiak, apo të stafit elektoral, plus të programeve lokale, sepse ne kemi një veçanti. Partia Demokratike, Partia Republikane kanë një program të përgjithshëm dhe e përshtasin në situatat lokale. Ne, jo se nuk kemi një program të përgjithshëm, po duhet që të përgjigjemi interesave specifike të komuniteteve që kanë statusin e minoritetit etnik. E kuptoj. Problematika është e ndryshme. Pra duhet jeni në negociata me Partinë Demokratike për të patur kandidatin tuaj mirëfilli në këto zona që përmendni. Nuk jemi ende në fazën e negocimit, jemi në punën para përgatitore si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Do vi ky momenti, them. Do duhet të negocioni për këtë detaj. Për te asaj, duhet që të jemi të përgatitur me programin. Kemi himarën. Po. Do shkojmë në himar. Duhet që njerëzve të flasim për zgjidhje funksionale. Kemi thënë deri më sot që ne do të pengojmë zotin Rama në përpjekjet e tij për tjetërsimin masiv të pronës në Bregdet. Nuk e kemi arritur. Duhet të jemi të sinqertë. Himariotët për ditë humbasin prona. Çfarë kemi arritur të bëjmë? Denoncimet, po, nëpër raportet ndërkombëtare dhe rezolutat të shprehet shqetësim, por ende ky shqetësim nuk ka prodhuar rezultate praktike. Për qytetarin konkret, një pronë që e gëzonte stërgjysh, nuk ka arritur ta gëzojë gjyshi dhe prindërit. Ka 36 vjet që nuk po e merr në zotërim dhe në një kohë që nuk arrin ta marrë në zotërim, shikon Edi Ramën me klientelën e vet që jep leje gradaçelash në pronat e të tjerëve. Dhe kur arrim rastet që edhe i denoncojnë dhe arrin në sallat e gjyqjeve, siç ishte rasti
i zotit Gaçe, dënohen gjithë të tjerët me përjashtim të klientëve të zotit Rama. Pra, duhet që të japim jo vetëm përshkrime, po zgjidhje realiste. Si do t'i ndihmojmë ta qytetarë? Me këto ritme, pas 1-2 vjetësh, nuk do të mbetet asgjë për pronarët në zonën më gjerë të bregut të Jonit, si edhe në zonat të tjera. Dhe këtu do më lejoni, nuk ndikohem nga paragjykimet dhe stereotipet, po detyrohem një shpjegim. Se shpesher, trollet e Partisë Socialiste në rrjetet sociale orientojnë gjithë vulgun përse zoti Dule interesojni vetëm për pronat e Himarës. Jo, nuk interesojmi vetëm për pronat e Himarës. Interesojmi për pronat e gjithë qytetarëve shqiptarë. Ajo që themi dhe duhet ta kuptojmë, është se nëse në Durrës kemi X abuzime në përqindje me pronat, në zonën e Himarës kjo është e shumë fisht. Nëse intensiteti i tjetërsimit të pronës në Durrës është X, në zonën e Himarës është e shumë fisht. Dhe këtë e tregojnë dhe shifrat. Në gjithë Republikën, simbas të dhënave të fundit, sepse edhe këtu nuk ka një transparencë institucionale që të flasë dhe unë me sigurit të plot, por të dhënat e fundit që disponoj është se regjistrimi i parë i pronës në rang kombëtar ka arritur mbi 95%. Në zonat ku banojnë pjesëtarët e minoritetit etnik grek, është rreth 60%. Pra, 30-40% më ullët. Regjistrimi i dytë dhe përfundimtar në rang republike është mbi 60%. Në Himar është 20%. Pra është 3 herë më pak. Dhe kjo është e qëllim, thoni jo? Kjo nuk është teorikisht e qëllim. Kjo është praktikisht prodhon rezultate kundër pronarëve të ligjshëm. Çfarë ka ndodhur? Në negocimin me Bashkimin Evropian, zoti Rama ka kërkuar afate. Që të zgjidhi çështjen e pronës. Dhe ka dhënë afate kohore. Tani, kërkon shtyrjen e afateve në një kohë që qëndrimi i ndershëm, cili do të ishte? Shikoni, unë kam vështirësi burokratike. Ne kemi trashëguar, të tjera thot në përmedia, përfshirë shikoj zotin Mitsotakis, i thot zotit Mitsotakis, të tjera i deklaron Kathimernis, të tjera ndodhin në realitet. Sepse gjatë kohës që thot se ne kemi trashëguar vështirësi kolosale në dhënien e pronës, prandaj na toleroni në kohë, në të njëjtën moment, si përfaqe të tëra, në mënyrë të paligjshme, abuzive, u merren pronarëve të ligjshëm dhe u jepen klientëve të zotit Rama. Prodhon për ditë fakte, rezultate, kundër pronarëve të ligjshëm dhe banorëve vendas. Dhe kërkon afate, që ta plotësojnë misionin e tij të tjetërsimit të plot të pronës. Prandaj ju them se që të vemi te qytetari do një përgatitje skrupuloze. Dhe këtë po bëjmë në momentin aktual, duhe njohur vështirësitë dhe dobësitë tona. Aspironi ju, zoti Dule, kandidimin për Bashkinë Himar në zgjedhjet vendore? Unë personalisht? Ju personalisht. Jo, asnjëherë. As tani, me që kemi këtë situatë vështirë? Asnjëherë, sepse nuk kam qenë asnjëherë dhe nuk do të jem i parimit të kandidaturave të importuara. Himariotët janë një nga komunitetet më historik. Nëse do shikoni rajonin më të gjerë, historianët do vënë gishtin në 2-3 pika që nuk kanë pranuar as zgjedhjen osmane. Kanë pasur më vetësi, kanë luftuar, kanë paguar, kanë rezistuar, po ashtu në komunizëm. Ishin nga rajonet e pakta, 1-2, i vetmi apo dhe një tjetër në Shqipëri, që votuan në vitin 45 kundër instalimit të regjimit komunist. Dhe paguan koston e tyre, prandaj them demokracia ka kosto. Jo të tjera do bëjnë gjithçka që ne të gëzojmë frutet e demokracisë. Duhet të kontribuojmë, të paguajmë koston dhe të kemi dhe frytet dhe privilegjet. Pra, himariotët kanë pasur një identitet dhe një karakter kolektiv kaq të fortë, sa që kanë nxjerrë figura të cilat janë shquar në periudhat caktuara edhe në historinë botërore. Dhe tani do shkoj Vangjel Dule nga Dropulli, si që shkoj një Vangjel tjetër. E kuptoj. Si shpëtimtar që të bëhet varmihës, si që po bëhet në fakt i
e trashëgimisë i identitetit dhe i pronës së himariotëve? Në asnjë rast. Himara ka qenë nga Shtetet e Bashkuara, nga Europa dhe deri tek fshati më i largët, njerëz shumë më të aftë se sa mua dhe çdo vangjel tjetër. Dakor, në Mario, po në vend tjetër? Jo. Asnjëherë. Okej, tani ju thatë pak më parë se, dhe kjo është pyetja fundit se koha ka fluturuar, doja një përgjigje të shkurtër nga ju. Pak më parë thatë që për çështjen e pronave, Rama homologut vet grek i thot diçka tjetër, Kathi Merinit i thot diçka tjetër, në realitet ndodh diçka tjetër. Kështu është dhe me çështjen e detit, si është marrëdhënia e Shqipërisë me Greqinë momentalisht? Janë marrëdhënie të ftohta, të ngrira, përtej asaj që ndodh midis qytetarëve të dy vendeve. Nuk ka marrëdhënie më të ngushta, shoqërore, kulturore, se sa midis grekëve dhe shqiptarëve. Nuk ka statistik që e përgënjeshtron këtë realitet. Marrëdhëniet politike janë shumë mbrapa tyre. Le të thonë dhe ta interpretojnë si të duan. Për mua, në vlerësimin, duke ndjekur sistematikisht çështjen e marrëdhënieve, ka një përgjegjës. Është Edi Rama, i cili nuk është luajal dhe kërkon që marrëdhëniet t'i mbaj peng në tensione artificiale pa shkak e arsye, me tendenciozitet dhe në shërbim të agjendës së tij lokale. Kjo është katastrofik për politikën e jashtme, aq më tepër në marrëdhëniet me një vend si Greqia, që rëndësia e këtyre marrëdhënieve nuk kufizohet vetëm midis tyre, janë të qëndrueshme për sigurinë, prosperitetin dhe zhvillimin në të gjithë rajonin më të gjerë. Juve e pat marrëveshjen e fundit për gazifikim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Greqia, Shqipëria, për rrugën vertikale të furnizimit me gaz të lëngshëm. Nuk janë më interesat vetëm të një shteti. Interesat janë rajonale. Dhe zoti Rama ka penguar këto marrëdhënie. Pikërisht për arsyet që ju thash. Shikoni çfarë ndodhi dhe e mbyll me këtë. Isha i pari që shpreha skepticizëm në një televizion tjetër, me njëherë pas zhvillimit të këtij takimi. Del pas takimit, shkon në forumin e Delfit dhe me atë lehtësinë e papërmbajtshme të aventurierit, bën deklarime për një dokument strategjik i cili është në përfundim dhe do miratohet gjatë vjeshtës së ardhshme, për përmbylljen së shpejti të adresimit të çështjes së zonave ekskluzive ekonomike detare në gjykatën ndërkombëtare dhe të nesërmen del Ministria e Jashtme greke dhe thotë se nuk qëndron asnjëra as tjetra. Nuk ushtrohet politika e jashtme me improvizime. Çdo kryeministër, përpara se të shkojë në një takim, përpara se të artikulohet publikisht, këshillohet me një, dy dhe me një zyrë të tërë diplomatike. Dhe ne nuk e dim 13 vjet në krye të qeverisë zoti Rama, nëse ka dhe ka këshilltar diplomatik. Këto se di, po ministri unë jashtëm tha që marrëdhëniet mes dy vendeve janë shumë të mira, të shkëlqyera. Është një soj si ajo që na thon se ka 2 muaj që nuk miratohet raporti i barë në Bashkimin Evropian, por ecuria e procesit është e mrekullueshme. Jemi 2 muaj. 2 muaj është një kohë shumë e vlefshme në procesin e integrimit. Nuk miratohet i barë. Në 12 maj do të kemi takimin e radhës për qeverinë, për kryeministrin, për ministrin e jashtëm. Kjo është një fenomen që e quajmë rolin e strucit. Këta fshehin kokën duke kujtuar se nuk po i shohin të tjerët. Nuk mund të ndodhë, nuk jemi në ato kohra dhe këto mentalitete janë tërësisht të kapërcyera. Funksionon ndryshe bota, ritmi është maramëndës, në qoftë se nuk do arrim ta njohim, ta prekim, ta ndjejmë dhe të punojmë konform këtij realiteti, fatkeqësisht do ta humbasim edhe trenin e radhës. Mos harroni se ne kemi bërë të pabërën, ne kemi dekoruar veten, dekoronin njëri tjetrin. Zoti Rama ishte me ministrat, bënin evente
për hapjen e negociatave në një kohë që negociatat u hapën pas disa vitesh. Kështu po ndodh edhe tani. I kanë hypur kalit të integrimit mbrapsht. E kuptoj. Faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Ishte kënaqësi. Ju uroj shumë sukses në vazhdim. Jeni mirë. Shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.